Gjatë këtij sezoni veror, pushuesit në Velipoj do të kenë mundësi të zgjedhin mes hapësirës publike, asaj private dhe hapësirës që do të menaxhohet nga bashkia. Bashkive jepet e drejta që sipërfaqet të plazheve publike të munden të menaxhojnë vetë ato me pagesë. Kjo nuk ndryshon asgjë për sa i përket sipërfaqeve publike, pa pagesë, pra do të jenë sërish në masën 30% të plazhit edhe të sipërfaqeve ranore do të jenë pa pagesë për publikun. Pushuesit në Velipoj do të kenë 3 mundësi zgjedhje, në mes të plazhit pa pagesë dhe të mirëmarrëtur nga bashkia, të zgjedhjes të një plazhi ku pagesa do të jetë minimale edhe e menaxhuar nga bashkia, si dhe plazheve siç kanë qenë normalisht edhe vitet e tjera private me shes-lona dhe me gjithë menaxhimin e privatit. Në stacionet e plazheve që do të administrohen nga bashkia, turistët do të gjejnë çadra kundrejt një pagese jo më shumë se 500 lekë. Për këtë vit janë planifikuar që të kemi 3 stacione plazhi të menaxhuar nga ana bashkisë në zonën e Velipojës dhe një pjesë plazhi në zonën e Rrjollit. Çmimet do të variojnë nga 400 në 500 lekë për këto stacione plazhi dhe besojmë që është një çmim i përballueshëm nga pushuesit. Çdo stacion plazhi i menaxhuar nga bashkitë do të ketë një tabelë informuese, ndërsa sipas rregullores ato duhet të jenë të pajisura edhe me kabina zhveshjeje, dushe dhe kosha për mbeturina.